Përshëndetje. Për shumicën e njerëzve, martesa është një marrëdhënie që mbush dhe zbukuron jetën. Megjithatë, të gjithë njohim një çift që ndonse thellësisht të pakënaqur me martesën e tyre, nuk japin fund asaj. Sigurisht që ka shumë arsye pse këto çifte nuk ndahen, por psikologët po përpiqen të kuptojnë se çfarë i dallon këto çifte nga të tjerët që marrin vendimin e madh për t'i fryrë bilbilit, pra për t'u divorcuar. Kam frikë se çfarë do të ndodhë nëse largohem. Kjo është një pyetje shumë e madhe. Frika nga e panjohura është ndoshta arsyeja numër 1 që i mban njerëzit të bllokuar në një martesë të palumtur. Sidomos nëse është një marrëdhënie abuzive, ku është e mundur që bashkëshorti i zemëruar që qëndron prapa të kërkojë akmarrje dhe frika rritet dita ditës. Në fakt, vitet e fundit kemi qenë dëshmitar të edhe grave që kanë humbur jetën e tyre nga burrat e dhunues, thjesht sepse donin t'i shpëtonin jetës së tyre të zakonshme. Megjithatë, frika ekziston dhe tek çiftet që nuk shfaqin sjellje abuzive. E ardhmja që i pret bashkëshortët e divorcuar është e panjohur dhe kërkon shumë ndryshime drastike. Ekuilibrat do të ndryshojnë dhe faktet e reja mund të tmerrojnë çiftin, i cili në fund të fundit preferon një marrëdhënie të pakënaqur për pjesën tjetër të jetës së tij. Gjërat nuk janë aq keq. Refuzimi për të parë realitetin është pengesa më e zakonshme që një person i vendos vetes. Shumë çifte pretendojnë se gjërat në martesën e tyre nuk janë aq keq, ose se mund të jenë më keq në mënyrë që të ndihen më mirë dhe të gjejnë një arsye për të qëndruar në mjerimin e tyre. Megjithatë, një zë i thellë brenda tyre i paralajmëron se gjërat në marrëdhëniet e tyre nuk janë as pak normale dhe se ata meritojnë të jenë të lumtur. Nëse ndjeni kështu, pyetni miqt dhe të njohurit tuaj si janë marrëdhëniet e tyre dhe merrni vendime drastike. Lumturia nuk vjen rastisht. Është një zgjidhje dhe të gjithë kemi të drejtë për të. Tjetër, duhet të qëndrojmë bashkë për hir të fëmijëve. Pavarësisht se sa mirë pretendon një çift, fëmijët gjithmonë e dinë se prindrit e tyre janë të lumtur. Ata janë shumë të ndjeshëm dhe të mpret dhe duket se kanë një radar të veçantë, shumë të zhvilluar që zbulon çdo formë hipokrizie që përdorin prindrit. Megjithatë, shumë prindër mendojnë se fëmijët e tyre do të jenë të pakënaqur nëse divorcojnë, pasi do të privohen nga kontakti i përditshëm me njërin nga prindrit e tyre dhe do të duhet të ndryshojë stilin e jetës. Megjithatë, duke qëndruar në një martesë të keqe, po përcjellni një model të keq dhe do t'u jepni fëmijëve mesazhin e gabuar. Shumë herë përfitimet praktike dhe financiare që prindërit u ofrojnë fëmijëve të tyre dëmtohet nga mungesa e dashurisë së vërtetë dhe atmosfera armiqësore brenda shtëpisë, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme nga të gjitha. Tjetër është nuk do t'ja dalë kurrë financiarisht nëse divorcojmë apo largohem. Financat janë një tjetër arsye kryesore pse çiftet e pakënaqura qëndrojnë bashkë. Divorci ka të ngjarë të ulë standardin e tyre të jetesës dhe ata nuk do të jenë në gjendje të gëzojnë stilin e jetës të cilin tashmë janë mësuar. Në shumicën e rasteve, dy pagat që vinë në shtëpi mezi mjaftojnë për të mbuluar detyrimet financiare, familjare, dhe perspektiva e dy familjeve të ndara tingëllon e frikshme. Në këtë rast, në fakt, gjërat janë vërtet të vështira dhe çifti do të duhet të bëjë ndryshime të rëndësishme në jetën e tyre të përditshme në mënyrë që të vazhdojnë me një divorc. Tjetër është çfarë do thotë bota. Nëse vinin nga një sfond konservator ku fjala divorc është pothuajse një fjalë e mallkuar, ideja e divorcit mund të duket si gjëja më e keqe që mund të ndodhë. Mendon se nëse divorcohesh, një dë e madhe do të shfaqet në ballin tënd, pra e divorcuar, duke i njoftuar të gjithë se martesa juaj ka dështuar. Megjithatë, kjo nuk është e vërtetë dhe ju e dini më mirë se kushdo tjetër. Për fat të mirë, në ditët e sotme, stigma e divorcit nuk ekziston. Dhe nëse ekziston, harrohet shpejt, pasi tani ka mjaftueshëm çifte të divorcuara dhe me fëmijë. Në të vërtetë, divorci është një përvojë shumë e vështirë, por kur e di që e bën për të mirën e familjes tënde, atëherë nuk ka shumë rëndësi se çfarë mendojnë ose thonë të tjerët.
Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë jet në kanalin tim. E deri në videon tjetër. Mirë takofsh.